Dasma Shqiptare 2017 prezanton. A me pëlqen mua t'ju bi gjërave shkurt? Patjetër që po. E atë ditë po jetoja si mbret në shtëpinë time. Isha vetëm, s'kisha asnjë kokër njeriu mbi kokë dhe kisha vendosur t'i vija trut në punë me ca punë oborri. Dola në obor, i çava një dy dru, pastrova ca barëra tek oborri dhe u mora me një fik të vjetër që kishte lëshuar disa deg andej këndej, e po i merrte frymen edhe vetes edhe oborrit. Po djersia shumë, sepse ishte vape madhe. Kisha veshur një fanell të grisur nga ato të punës, kur me bie telefoni dhe ndëgjova. E nxora dhe shoh emrin. Ishte djali i hallës. Ne jemi moshatar me njëri tjetrin, 35 vjeç, dhe jemi rritur bashk si dy çuna lagjeje. S'kemi pasur kur sekrete mes vete, por edhe asnjëherë probleme jo e jo. O çun, ma bën ai nga ana tjetër e telit, me një zë që e vereja që i duhej ndihmë. A e ke ti atë internetin e shpejt si dikur? Sepse na iku truri, na plasi linja në lagje, e nusja ka për të quar ca letrët e punës urgjent për në mëngjes, dhe me këtë internetin ton që kemi ne, s'po ngarkon dot asgjë që disa orë. A mund ta sjell dot deri tek ti për një 2 orë sa ti dërgoj ato dokumente dhe kaq, sepse unë me duhet të iki në një vend, sepse me duhet që të mbyll një hall. Me tha djali i hallës, shpejt e shpejt dhe dukej që kishte diçka urgjente. Ç'kemi o lale, i thashun. Patjetër, nisu se s'ka fare problem, i thashun. Eja e lëshoje këtu, sepse unë jam duke u marrë me ca dek fiku, e nuk me prish punë njeri, i thash djalit të hallës. Pas një 30 minutash, u ofrua aty ajo makina ti e zez. Zbretaj, zbret dhe nusja ti, e cila është po ashtu 35 vjeçe. Ajo mban të një çantë laptopin e dorë, e ajo çup, me thënë të drejten, sa herë kisha parë tek djali i hallës, por edhe kur ishte e rregulluar e me fustanet e bukur në gëzime familjare, me dukej si kur kishte ngrën lugën e Floririt, e mbante veten shumë si të ishte një nuse aristokrate. Gjithmonë me atë suratin serioz, nuk fliste asnjëherë shumë, vetëm busjeshte lehtë nga larg, e bënte si kur ishte nusja më e urtë e botës, e nga ato që nuk e prishin fare Terezin. Sa po ju qita nga një lëng frutash, i bëm vetëm 2 muhabete, shpejt e shpejt, e djali hallës rrinte gjithë kohën duke thënë, ika se u bëra vonë, e sa he që i thoja, rri edhe 5 minuta, se ka kohë që nuk e qenë, a i vazhdimisht thoshte, jo, me duhet të iki, jam shumë vonë për atje. Nusja ati dhe një aty, e burri i vet iku me vrap, kurse unë i thash, hajde, futu në verand se ke freskët, lidhu tek rjeti im dhe bëj qef. Ajo u ul atje tek tavolina e drurit, hapi laptopin
ndërsa unë u ktheva prap tek fiku im me gërshërë të mëdha në dorë, sepse me duhej patjetër që ta krasisja. Duke fshirë djersët, shoh këtë nusen që kishte mbyllur laptopin. Ishte ngritur në këmbë dhe shkoje u fut në shtëpi. Sidoqoftë, më duke habitshme, por si ishte ndonjë gjë. Doli e kishte mbushur një gotë me ujë të ftohtë. Nuk erdhi deri tek unë, por e la gotën mbi tavolinën e vogël, aty tek shkallët e verandës, ku ajo kishte qenë duke punuar në laptopin e saj. Ta lash ujin këtu, më tha ajo, me një zë shumë interesant e të ëmbël, sa më duk i çuditshëm. Unë as nuk i kërkova ujë, e as nuk i thash asgjë, por edhe ajo nuk ma solli gotën tek fiku, por ma la tek tavolina e saj, e ndërsa mua me shkoi një mendje se mos ajo e bërja gjest që të më tërhiqte aty e të bëni muhabet së bashku, sikur një karrem për grepin e saj. Rrofsh, i thashun. Shkova deri tek ajo, e mora gotën dhe e ktheva me një frym, sepse me ishte tharë fyti. Si po ecën puna, e pyeta unë, a mbarove punë me këto letrat e tua? Po, tha ajo, i mbarova, dhe unë mbështet tek parmaku i verandës, duke quar edhe njërën këmbë aty tek parmakët, e duke me ngulur syt, e me shikonte në dritë të syrit. I mbarova, tha, por po të shikoj aty se si po digjesh në diell. A nuk lodhesh kur duke punuar kështu, më tha ajo. Edhe unë u afrova tek muri, edhe unë u mbështeta njësoj si ajo, e i thash me të qeshur. Ç'të bëj o lale? Po nuk e nxeha shpinën, s'ka lezet. Me mirë kështu, se sa t'ja fuz gjumit. E ndërsa ajo, siç ishte mbështetur tek parmaket, u drejtua, zbriti një dy shkallë, e erdhi fiks aty ku po rria unë. Tha ajo, edhe fytyra i mori një hije tjetër. Ka gjëra që të lodhin shpirtin me shumë se degët e fikut, por s'ka kusht mi pres, tha ajo. E pa shtrembër se nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë të fliste kështu. Po ç'ke moj çup, i thashun. Ty s'të mungon gjë, burrin e ke flori, jetën rehat, çfarë të mundon? Ajo qeshi lehtë, por ishte një e qeshur që s'me pëlqeu fare. Një e qeshur me dy kuptime. Burrin, ndoshta është flori për të tjerët o djalë, tha ajo. Por kur mbetëm vetëm në shtëpi, aty e shoh se s'me rrihet. E di ti që unë edhe ti kemi të njëjtin mosh, por ti bën ç'të duash me jetën, kurse unë jam futur në një kafaz dhe s'po gjej dot Chelsin, më tha ajo. E pash që kishte filluar të më hapte barkun, dhe me thënë të drejtën, aty edhe mund ndez llampa. Ajo grua që mbahej si e urt, po me fliste hapur. Po ç'më thua kështu, i thash asaj. Ti me je dukur shumë serioze, s'te ka hije të flasësh kështu. Ajo u ofrua edhe më shumë, aq afër sa ndjeja frymën e saj. Po kush të ka thënë që jam ashtu siç më sheh ti? Më tha me zë të ulët. Ti ke vite që s'ke par asgjë nga unë. E kështu nuk i fola më, vetëm e pash në sy, e ndërsa ajo rrinte aty aq afër meje, e madje edhe ngriti dorën e me preku lehtë tek shpatula,
Janë nxita direkt pa I rënë rrotull fare, e pa I thënë asnjë fjalë tjetër. E putha fort në buzë, e ajo nuk bëri zë, vetëm u lëshua pas meje, aty në mes të oborrit. E kapa për dore dhe I thash eja pas meje. E u futa me njëherë në shtëpi. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.